Në episodin e fundit, ku marrin pjesë Brikena dhe Mateo, ka ndodhur një moment emocionues. Kjo lëvizje publike duket se ishte një shenjë e bashkimit mes dyshes. Ishte Mateo i cili bëri një hap tutje duke ndarë një foto me Brikenën, të njëjtës që ka bërë dhe tak postimin. Ndërkaq detaj që ra në sy ishte që Mateo i kishte bërë follow modeles duke dëshmuar që lidhja e tyre po ndërmerr një hap tjetër. Fancat tani më nuk dinë çfarë të besojnë. A është ndarë Mateo me Brikenën, apo mes tyre ka ndodhur një rikthim i pabesueshëm? Na do të kujtojmë se çifti u njoh brenda shtëpisë së famshme, ku Mateo këmbënguli për dashurinë e Brikenës derisa e fitoi atë. Ata brenda shtëpisë së famshme krijuan një lidhje që u pëlqye shumë nga publiku, por menjëherë pas daljes çarkulluan zëra dhe madje edhe deklarata nga të dyja palët që ata e kanë dhënë fund lidhjes së tyre për arsye të paqarta për publikun. Shumë fanca mendojnë se ata e kanë dhënë fund lidhjes së tyre, por jo më të pakët janë ata që mendojnë se e gjithë kjo është një lëvizje marketingu që vëmendja të jetë vetëm tek Mateo dhe Brikena. Ne do të themi se Mateo dhe Brikena janë një çift mjaft simpatik që pëlqejnë shumë nga publiku i gjerë. Për sa i përket spektaklit, Brikena u eliminua në gjysmëfinale, ndërsa Mateo shkoi deri në finale, por duke mos triumfuar. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.